الله اکبر. انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Ndërsa një tjetër video tregon sulmin e Gardës Revolucionare Islamike ndaj një anije pranë brigjeve të Irakut. Është anija që mban flamurin e ishujve Marshall në Oqeani, që quhet Safe Sea Vision. Përkthejmë atë që dëgjohet në sfond. Allahu është më i madhi. Shkatrimi i një tankri amerikan në distriktin verior të Gjirit Persik, të bindem ty Khamenei, rroft Republika Islamike e Iranit, ushtarët marinës së korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. درود بر جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.